Mirëmëngjes Shqipëri. Do flasim sot për ndikimin dhe favorizimet që ka të bëjnë dita e sotme në çdo fushë, sepse dita e sotme nga ora 5 e mëngjesit duket se Mërkuri, planeti i komunikimit dhe i ndryshimeve, do të thotë që është në akrep në retrograd. Do qëndroj deri më datën 29 nëntor, ku në këtë harë kohor kemi mundësinë të rregullojmë, të ndikohen gjërat që kanë bënë më përpara pasur probleme. Dhe tani ndikimi e atyre problemeve duket se zgjidhet pikërisht ditën e sotme deri më datën 29. Kemi mundësinë dhe çështjet që kanë të bëjnë. Për ata që kanë pasur probleme ose bisedime të rëndësishme dhe nuk janë mbyllur ato çështje që keni pasur më përpara, erdhi prapë momenti që Mërkuri t'ju ndihmojnë në bisedimet. Mirë është, jo bisedime telefonike, por bisedime nga afër, me një sheto kafe, me një kafe pa sheqer, mund të zgjidhni çdo lloj problemi, sepse dita e sotme është pak e vështirë, sepse nga njëra anë kemi shiun dhe të ftohtë të ngrohtë, nga anën tjetër kemi disa bisedime që në rastin konkret djegin, por është mirë që të dimë dhe të stabilizojmë gjërat aty ku duhet. Por të hedhim një sy busullës astrologjike, çfarë na mëson dhe cila shenjë janë më të ndikuara në ditën e sotme. Ja ku kemi këtu hartën astrologjike. Këtu po ta shikoni, kemi ndikimin e Mërkurit, pra Mërkuri në akrep, ku do qëndroj aty deri më datën 29. Ndikimi që ka të bëjnë shumë për ditën e sotme, për ata që kanë pasur probleme me ligjin të shenjës së akrepit, për ata që kanë pasur çështje të pazgjidhura ose probleme të ndryshme në lidhje me punën e tyre, në lidhje me disa takime shumë të rëndësishme, janë binjakët. Gjithashtu kemi të bëjmë me shenjën e peshqeve, por dhe virgjëresha në krahun tjetër. Të gjitha këto katër shenjat që unë sapo thash, është një mundësi tani për të zgjidhur çdo lloj problemi. Të gjitha shenjat pak a shumë kërkohet vëmendje, por gjithsesi është periudha tani që neve të zgjidhim çështje problematike, gjithçka që ndodh për një të mirë. Ua garantoj një rrugënim 100%, sepse është diçka shumë pozitive në disa çështje pasuri të paluajshme, për shembull që ka akrepi ose çështjet ligjore që nuk i ka zgjidhur akoma, disa çështje të tjera që lidhen direkt me udhëtimet, edhe pse mund të kenë pasur shtyrje, apo mund të kenë shtyrje, është në të mirën tuaj, nuk është diçka që mund të shqetësoheni, por gjithsesi koha ka treguar që me pak durim dhe bisedime të rëndësishme të qeta zgjidhet çdo lloj problemi. Tani, pa humbur kohë do fillojmë me 12 shenjat zodiakale që të kuptojmë arsyen dhe mënyrën se si gjërat vijnë në ditën e sotme. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndikimeve dhe të mundësive, edhe pse pak në vriklëk ditën e sotme, që është shenja e dashit. Përse përket shenjës së dashit, duket se, përse përket 10 ditëve të parë sidomos, ka një ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet e punës dhe disa bisedime që mund të bëjnë sot. 10 ditë i dytë duhet jetë i vëmendshëm në disa çështje shumë të rëndësishme, sepse Mërkuri në retrograd dikton për çështjet që ka të bëjnë në të shkuarën, ti mbyllni tani në këtë harë kohor pa u futur dhjetori, sepse deri më datën 29 do jetë në retrograd në shenjën e akrepit, dhe kjo do thotë që është mundësia për të zgjidhur çdo lloj problemi që ju keni. Në çështjet e dashurisë, edhe pse të shenjës dashit kanë pasur disa keq kuptime me shenjën e peshores, por vjen momenti i zgjidhjeve të këtyre problemeve dhe këtyre çështjeve. Por gjithashtu ka të bëjnë edhe me një ndikim shumë të madh që do të thotë në takime, në bisedime, në dashuri, ka të bëjnë me briçapët, edhe pse kanë pasur probleme, por janë të zgjidhshme dhe momenti është pikërisht tani që mund t'i zgjidhni gjërat të pazgjidhura më përpara. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, ku shenjat e tokës zakonisht kanë mundësinë dhe çështje të rëndësishme që mund të zgjidhin problematika të ndryshme, mund të zgjidhin disa gjëra që kanë pasur në lidhje me punën e tyre. Ndryshim pune, ndryshim vendbanimi dhe mundësitë që janë në këtë harë kohor, sepse kur kemi Mërkurin në retrograd në çdo shenjë, por meqense në këtë herë është në shenjën e akrepit, por kjo do të thotë që është një moment mjaft pozitiv dhe tepër korrekt nga ana juaj, meqense mund të keni mundësinë për të bërë bisedime të rëndësishme dhe kohën e dur mbi zhvillime dhe ndryshime të mëdha që mund të keni, është pikërisht kjo periudhë. Gjithashtu ka të bëjnë me ndikime të mëdha në fushën e punës suaj dhe lëvizjet. Një dokument që është mjaft i rëndësishëm për juve mund ta merrni, dhe kjo do thotë një dokument, një aplikim ose diçka kësaj natyre, sepse rregulloni gjërat e së kaluarës dhe jeni të pastër, dhe ndikimi më të madh që do të vi muaj i radhës, por në këtë periudhë në fundi i këtij muaji është mjaft ndikues dhe mjaft pozitiv në anën tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 diçit të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur çështjet problematike.
Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë që ndikohet shumë, e tham dhe në fillim të emisionit, sepse guvernatori juaj, Mërkuri, që është në retrograd në Akrep, është në të mirën tuaj se disa gjëra që të tretët kanë folur ndaj jush, ose për ata që dëgjojnë, ose kanë dëgjuar në rastin konkret tuaj, i keni marrë si informacione. Unë ju them, mos u shqetësoni fare, sepse informacione mund të ketë çdo ditë, jo për arsye të Mërkurit në retrograd, por këtu t'ju futen këtej t'ju dalin. Mos i mbani në trurin tuaj që të vrisni mendjen kot ose të lodheni, të mërziteni për gjëra që mund të dëgjoni ose të ndëgjoni. Ka diçka që nga tani deri më datën 29 mund të zgjidhni probleme nga më të mëdha, por juve jeni në institucione të rëndësishme, që do të thotë në dogana, do të thotë në banka, do të thotë në ndryshim pune që do të keni, sepse shumë informacione vinë drejt jush për arsye të punës, sepse juve jeni lokomotiv punë dhe këta e din këtë gjë dhe mund t'ju ndikoj drejt për së drejti, por juve do shikoni drejtimin tuaj, do shikoni atë çka juve ju intereson, jo çfarë ju intereson të tretëve. Megjithatë, është edhe një mundësi mjaft e mirë për të rregulluar, stabilizuar gjërat që keni, sidomos në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore të 10 diçit të parë dhe me ujor të 10 diçit të tretë, është diçka shumë pozitive dhe pse jo, një shtatsani e mundshme është në prag të një ndikimi, rilindje dhe mundësi e artë që do të keni në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku mjaft gjëra ndryshojnë dhe shumë çështje rregullohen, që do thotë gaforja. Por juve të kësaj shenje, meqense keni pasur disa çështje të lëna pezull dikur në lidhje me punën, lidhje me disa çështje ekonomike financiare, një lajm ose një firmosje kontrate e lënë për gjysmë, disa gjëra të tilla, por vjen një moment tani që është mjaft pozitiv dhe tepër korrekt nga ana juaj dhe është momenti mjaft pozitiv për sa përket ndryshimit dhe mundësive. Ajo që është përket juve ditën e sotme është qetësia dhe mundësia që mund keni në bisedime të rëndësishme pune. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa problematika të vogla, që janë ndikimi më të madh, që këtë bëjnë me lidhje me britësjap të 10 diçit të parë, por edhe me dem të 10 diçit të tretë, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër aktive në fushën e dashurisë suaj. Por juve që jeni në diasporë dhe keni një mundësi të artë në lidhje me takime të rëndësishme, sepse do bisedohet për sa përket dashurisë ose bashkim familjar, është një mundësi shumë e mirë tani në lidhje me dash të 10 diçit të dytë, ku është dhe koha dhe momenti i duhur. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është për të lavdëruar, sepse ka duruar shumë dhe ka arritur qëllimit vet dhe tani që është Mërkuri në retrograd dhe në kënd që bën me diellin, planetin guvernatori i saj, që është shenja e luanëve. Luanë të dashur është momenti juaj, është një kohë shumë e mirë, pozitive për juve, edhe pse kemi Mërkurin në retrograd, keni disa çështje shumë të mëdha që lidhet me bankat. Kjo do të thotë që mund ta zgjidhni. Një takim që bëhet sot në orën 12 deri në orën 14:30, ua garantoj me 1.000.000% me firmë dhe me vulje grupulla. Unë nuk e them shpesh, por këtë e them sepse është diçka shumë e madhe që ndodh tek juve. E prisni diçka të tillë, a është dokument, a është një çështje ligjore, a është diçka që do të udhëtoni, gjëra të tilla, është momenti më i mirë i mundshëm dhe ua them me bindje të plot që është koha dhe momenti më pozitiv i qenë ndonjëherë në lidhje me këto çështje, sepse janë çështje më fantastike dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe kohën e duhur për t'ja arritur qëllimit tuaj. Në çështjet që lidhen me anën këtu do të pasur pak vëmendjen, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të 10 diçit të parë, me shigjetar të 10 diçit të tretë, është një periudhë mjaft e mirë dhe surprizuese në anën tuaj, sepse ka të bëjnë shumë me disa ndryshime dhe disa takime që mund keni ditën e sotme. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që vërtet është mjaft ndikuese, por njëkohësisht ka të bëjnë dhe me çështje që lidhet direkt me anën e ekonomisë, por dhe disa bisedime të lëna pezull dikur, por guvernatori juaj që është Mërkuri në anën e kundërt, por kjo do të thotë që vërtet juve ju ndihmon. Një padrejtësi që është bërë në janar të 2025 dhe në korrik po të këtij viti, duket se tani e zgjidhni. E zgjidhni deri më datën 29, nga dita e sotme, si ka filluar në orën 4:45 pa një çerek të mëngjesit që shkon në Akrep, ka shkuar dhe tani ndodhet në retrograd, do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi për të zgjidhur çdo lloj problemi që keni dhe mundësi të arta që juve do të keni tani tutje. Gjithashtu ka të bëjnë me ndikime shumë të mira në fushën
ekonomisë të dashurisë. Të dashurisë sidomos ka të bëjnë shumë me peshk të 10 të parë, me binjak të 10 të tretë, sidomos 10 i dytë, ku një blerje shtëpie të 10 të dytë është më se mundur të ndodhi dhe është koha juaj momenti më i artë i që ndonjëherë. Kjo do thotë që ka të bëjnë shumë me disa ndikime shumë të mira pozitive në anën tuaj. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek kripa dhe piperi, që unë e them gjithmonë sepse ka të bëjë një ndikim shumë të madh, që do të thotë shenja e peshores. Për sa përket shenjës së peshores, meqenëse se peshorët duket se tani e tutje kanë mundësinë dhe çështje të rëndësishme për të zgjidhur çështje problematike për të arritur qëllimin e tyre, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër korrekt nga ana juaj, ku gjërat janë mjaft pozitive, gjërat janë shumë të rëndësishme, si në ekonomi, si në lidhje me udhëtimet, por ajo që do t'ju gëzoj pa mas është një dokument që e merrni për juve që jeni në diasporë dhe kjo mund të jetë diçka e papritur, se gjërat e papritura janë shumë herë të mira, është mbreti gjithçkaje, por është në favorin tuaj. Është një dokument apo diçka tjetër. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur shumë probleme nga më të ndryshmet, duke se e keni zgjidhur në mënyrën më të mirë të mundshme dhe është një periudhë tani që të hidhni një sy, që të siguroheni për një të ardhme të afërt, të jetë më se e sigurt dhe përtesë përpara atje ku juve keni vendosur piketat dhe për të arritur qëllimin tuaj, duket se lidhjet afatgjat në fushën e dashurisë, duket se është me bashkim familjar, është me ujor të 10 të tretë, keni një mundësi shumë të mirë dhe tepër pozitive. Gjithashtu, pse jo, me ndikimin më të mirë që do thot me binjak të 10 të dytë, është një kohë shumë e përshtatshme për të zgjidhur çështjet e juaja. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, tek shenja e ditës, tek shenja e mundësisë dhe tek shenjat e drejtësisë, që do të thotë akrepi. Po, akrepi duket se ka ndikimin më të madh, do thosha edhe peshën më të madhe për sa përket ditës së sotme, sepse duke pasur parasysh Mërkuri në shenjën tuaj në retrograd, gjithashtu një ndikim shumë i madh që ka të bëjnë gjithashtu me juve të shenjës së akrepit, sepse ka dhe diçka tjetër veç ndikimi të Mërkurit dhe Plutoni që bën një kënd mjaft të mirë me diellin në shenjën tuaj, por do të thotë dhe diçka tjetër këtu, sepse lidhjet afatgjat ose bisedimet e largëta para 3-4 ditëve mund keni marrë një lajm ose jo ashtu siç mund të ishte, mund ta prisnit, por kjo ka rikthim. Do të thotë që niset diçka tjetër dhe kjo mund ta zgjidhë një problem që ka bënë me shtetin, një problem që keni pasur para disa kohëve, a keni qenë rol drejtues edhe diçka ka ndodhur, ose keni pasur diçka që nuk është e juaja, por nga ndonjëherë mendoni ose ta rishikoni edhe një herë çfarë ka ndodhur. Pra vjen në ndihmë Mërkuri në shenjën tuaj, prandaj rishikojeni sepse keni të gjithë kohën e duhur, gjithë mundësitë këto ditë që kanë mbetur të shenjës tuaj, sepse deri më datën 29 është mundësia për të zgjidhur problemin, por keni edhe këto 2-3 ditë para se të largohet dielli nga shenja juaj, të shkojnë në shenjën e shigetarit, e keni mundësinë këto 2 ditë mundohuni që t'i zgjidhni çështjet e pazgjidhura, sepse është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e punës suaj, lidhje ju që jeni në rol drejtues, mund të bisedoni që të pranoni ato që janë të juajat, ato që nuk janë të juajat, mund të mos i pranoni dhe mund të bisedoni me personin dhe problematikat që kanë pasur të tretët dhe mund të gjenet një zgjidhje. Pikërisht dita e sotme është shumë e mirë për gjëra të tilla, sidomos nga pasditja. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri ku mundësitë nuk do mungojnë dhe koha është për juve që janë shigjetarët. Për shigjetarët po, është një mundësi shumë e mirë, është tepër pozitive dhe korrekte nga ana juaj, sepse keni pasur shumë çështje të rëna pezull dhe keni zgjidhur me mënyrë më të mirë të mundshme atë që dini juve dhe është një kohë e përshtatshme që përshtatet me anën ekonomike financiare, me biznesin tuaj, me marrjen e vendimeve të rëndësishme. Me marrjen e vendimeve të rëndësishme ku koha tregon që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt, jeni me shumë fat në çështjet e financave, sepse disa biseda që do bëni, disa çështje shumë madhore, është momenti dhe koha juaj më e mirë e mundshme dhe një takim që do bëni tani atutje është takimi më pozitiv dhe tepër ideal në ndryshime dhe vendime që mund të merrni. Këto vendime janë vendime pozitive, duke pasur parasysh nga java e kaluar e në vazhdim, ajo që keni pasur pak keni ndikim në ekonomi, por kjo nuk do thotë se nuk mund ta zgjidhni. Dita e sotme mund të japi një haber shumë të mirë për juve që merreni në çështje pune të rëndësishme, sepse një burim të ardhash të dyta është më së mundur të ndodhi. Prandaj bini pas shikojeni nga dreka se ka diçka shumë të mirë dhe mund të ketë një surprizë në këtë aspekt. Në çështjet e dashurisë, pak kujdes juve të kësaj shenje, sidomos me dëm të 10 të parë dhe me virgjëresh të 10 të tretë, duhet pasur shumë kujdes, mos mund nxitoni në vendimet që mund të merrni.
Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke ku shumë gjëra do jenë vendin e tyre. Kjo do thotë që është shenja e bricjapëve. Për bricjapët do duket se kjo periudhë, sado që është një periudhë mjaft e rëndësishme për juve, sepse lidhet me punën, lidhet me udhëtimet, lidhet me ndryshimet, lidhet me vendimet, për juve që keni të bëni me kurse të ndryshme, për juve që keni të bëni me shkollën e lartë, ose do lëvizni nga një shtet tjetër, ose do keni të bëni me gjëra të tjera të kësaj natyre, është momenti juaj dhe koha më ideale. Edhe pse keni pak grindje këto 2-3 ditë, mos nuk ndjeni mirë për arsye të punës suaj, ose në role drejtuese, mos merrni një lajm që duke ditur të tretës se çfarë dini të bëni mirë, dhe kjo ju bën që juve të jeni në krye të listës për sa i përket punës suaj, por do keni kujdes me kohën tuaj, sepse mund të jepet një punë, por varet se sa juve jeni të kënaqur në fundit me pagesat që mund të bëhen. Prandaj këtu rishikojeni pak dhe gërmat e imta, sepse vërtet e mirë është ajo që është vlerësimi, por vlerësimi ngadonjëherë kërkohet edhe diçka tjetër. Kështu që rishikojeni këtë gjë sepse është në favorin tuaj dhe jo disfavor. Meqense dita e sotme është një ditë vërtet nga njëra anë është Mërkuri në retrograd, por në anën tjetër na ndihmon shumë për të zgjidhur çdo lloj problemi që neve kemi, çdo lloj problemi që neve mund ta zgjidhim është dita e sotme. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri që do thotë ujori. Po të vini re ujorët me një përmbledhje të thjeshtë në këtë muaj nëntori, 2 ditët e para, ka ndikime shumë të mira nga jo periudhë dhe deri në fund të vitit, duket se nga dita e sotme ujorët kanë një mundësi shumë të mirë, sepse lidhjet që kanë bëjnë dhe mënyra se si ata i zgjidhin problemet e tyre, duke pasur parasysh një tërkëndës që bën Urani me Mërkurin dhe me Neptunin, jep një mundësi shumë të mirë me një tërkëndës që do të thotë zgjidh problemet e mia dhe nëse ka mundësi edhe të miqve dhe njerëzve të mi. Është diçka shumë pozitive, sepse do të merrni një lajm shumë të mirë juve të kësaj shenje përsa përket të punës suaj aktuale dhe një rritje në detyrë për arsye të punës suaj dhe marrin disa parave të pamarra dikur dhe në lidhje me shtetin, nëse bëhet fjalë çështje shtetërore në punën tuaj, në karrierën tuaj, është momenti më i mirë mundshëm dhe zgjidhje të problematikave të ndryshme që mund keni. Është momenti juaj, prandaj bini pas, mos e lini pas dore një bisedë që do bëhet në familjen tuaj, një ndikim shumë pozitiv, sidomos ndikimet më të mëdha që kanë të bëjnë edhe çështjet që mund të zgjidhni një herë mirë, ka të bëjnë shumë në ndikimin më të mirë ujor të 10 diçit parë, binjak të 10 diçit që është perfektja, gjithashtu ujor luan dhe ujor peshore, ku mund zgjidhni çështje problematike ose çështje ortakërie në lidhje me biznesin, është koha juaj dhe momenti më ideal i që ndonjëherë. Në anën e dokumentacioneve për ju që jeni në diasporë dhe jeni ose bashkim familjar, duke se është me peshore të 10 diçit të dytë, ku është një moment mjaft i mirë dhe surprizues për juve të kësaj shenje, në çështjet që lidhen me vazhdimsinë duket e mbar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku shumë gjëra do gjejnë vendin e tyre dhe shumë mundësi të arta që juve keni janë peshqit. Peshqit dashur, po të shikoni, paka shumë gjitha shenjat, dhe do të shikoni dhe nëpërmjet rrjeteve sociale ose çfarë flitet që thonë që Mërkuri në retrograd është problem, keni kujdes tu, keni kujdes atje. Jo, miqtë e mi të dashur, nuk ka as pak lidhje, na dikton që neve të rregullojmë gjërat. Ja po të imagjinoni pak që për ata që kanë lindur me Mërkurin në retrograd, çfarë bëhet atëherë nëse këto shkruhen kaq shumë, domethënë që keni kujdes tu, keni kujdes atje, që kanë lindur me retrograd. Kjo do të thotë që ata janë më të lumturit në botë, sepse nuk kanë asnjë problem. Po këto atëherë mund të bëjë diferencën që për ata që kanë lindur në retrograd janë mirë, për ata që nuk kanë lindur me retrograd dhe kanë duhet të kenë probleme. Është e thënë, domethënë, është e vendosur. Nuk ka lidhje kjo. Hiqni nga mendja dhe ua thot Jorgo me shpirt dhe ua them me bindje të plot. Mos më mërzisni fare, se nuk ka absolutisht asnjë ndikim, por na dikton. Dhe kjo do të thotë që po, Mërkuri në retrograd është diçka që neve mund të shkojmë në një punë ja ditëve mund kemi shkuar në orarin e caktuar, sot vemi çik më herët, sepse mund ke bashkia mund të bëjnë disa punime në rrugë dhe ka trafik. Atëherë ikim pak më shpejt. Pra ja çfarë ndodh, na dikton. Prandaj këto ditë janë ditë që neve duhet të reflektojmë në të mirën tonë. Dhe kështu që kjo na jep këtë mundësi. Kemi problem të pazgjidur, e zgjidhim në këto ditë. Pra kjo është koha më e mirë e mundshme për zgjidhur çështje problematike. Në fushën e dashurisë, duket se kemi mundësi me gaforet e 10 diçit parë, shigjetarët e 10 diçit të tretë është më ideale e që ndonjëherë. Kjo ishte pak a shumë për sa përket kësaj dite të mërkur të datës 19 nëntor të 2025. Ne rishikojmë nesër me parashikimet të reja
dhe ndikime pozitive. Nga unë Jorpulla, ju uroj një ditë të mbar në çdo aspekt të jetës suaj. Jetë mira.